Përshëndetje të gjithëve të nderuar teleshikues nga edicioni i orës 15, pas pak në lajme do të ndiqni. Sulme intensive mes Izraelit dhe Iranit sipas autoriteteve 13 izraelitë u vranë ndërsa u plagosën mbi 200 të tjerë. Presidenti Trump paralajmëron Iranin se nëse sulmohen Shtetet e Bashkuara kundër përgjigja do të jetë në nivele të papara. Përplasja mes Izraelit dhe Iranit ka ngritur shqetësimin për një përshkallëzim të rrezikshëm që mund të vërë në pikpyetje të ardhmen e rajonit dhe më gjerë, mediat vendosin theksin tek qëndrimi që do të mbajnë Shtetet e Bashkuara. Një nga projektet më të rëndësishme energjetike në Ballkanin Perëndimor, zgjerimi i linjës 400 kV mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut finalizohet në fund të këtij viti. Temperaturat e larta sollën një fluks të madh vizitorësh në Vlorë sipas turistëve të huaj janë përmirësuar ndjeshëm shërbimet dhe infrastruktura duke e bërë një destinacion më tërheqës. Italianët e krahasohen me Bregdetin e tyre në Puglia. Mediat italiane kanë publikuar detaje nga vrasja e një 45 vjeçare shqiptare nga ish bashkëshorti i saj në Tolento. Para hetuesve Nikolaj Hudra nuk shprehu pendes për krimin e kryer. Një emigrant ka përshkruar me këmbë rrugën nga Cambridge në Tropoj. Sep Ponari është pritur me duar trokitje nga qytetarët pasi eci për rreth 2750 km për 40 ditë. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Sulme intensive mes Izraelit dhe Iranit, sipas autoriteteve në Tel Aviv, 13 izraelit janë vrarë ndërsa u plagosën mbi 200 të tjerë. Në Teheran u godit një nga rafineritë më të mëdha të kryeqytetit. Izraeli dhe Irani kanë vjuar sulmet ajrore me raketa ndaj njëri tjetrit në distancë me synin kryesor rafinerit dhe depot e karburantit. Forcat ajrore izraelite kanë sulmuar selin bërthamore të Iranit. Shpërthime të reja janë dëgjuar edhe në kryeqytetin iranian Teheran. Si kundërpërgjigje pasi Irani lëshoi raketa ndaj disa objektivave në të gjithë Izraelin, përfshirë Haifën dhe Tel Avivin. Qeveria iraniane njoftoi se ka arrestuar 2 individ të akuzuar si anëtar të agjencisë sekrete izraelite Mossad. Në qytetet iraniane, stacionet e metros dhe xhamit po përdoren si strehimore për civilët. Garda revolucionare iraniane ka konfirmuar vrasjen e 7 komandantëve të saj. Ministri i jashtëm iranian Abbas Arkaishi tha se kundërpërgjigja e Iranit ishte e bazuar në vetëmbrojtje, ndërkohë që nuk dëshiron që konflikti me Izraelin të zgjerohej në vendet fqinj. ما خواهان گسترش جنگ نیستیم. Ne nuk duam që ky konflikt të zgjerohet dhe të përhapet në vendet e tjera të rajonit. Ne nuk e donim këtë luftë. Ne ishim të përqendruar tek diplomacia në lidhje me programin ton bërthamor. Kjo rrugë e rezistencës na u imponua. Ne do të mbrohemi. Kjo është plotësisht legjitime dhe vetëm nëse agresioni ndalet, reagimi ynë do të ndalet natyrshëm. در خصوص برنامه هستی خودمون بودیم. Natën e parë ne goditëm vetëm objektiva ushtarake, por për shkak se regjimi izraelit shënjestroi rafinerinë e Teheranit, ne shënjestruam rafinerinë e regjimit sionist. Sipas mendimit ton, agresioni i regjimit izraelit kundër Republikës Islamike të Iranit nuk do të kishte ndodhur kurrë pa marrëveshjen dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. دفاع ما در پاسخ به تجاوز هست. Presidenti izraelit Herzog i bëri thirrje Shteteve të G7-s që të detyrojnë Iranin të heqë dorë nga armët bërthamore. Irani nisi një breshëri sulmesh me raketa ndaj Izraelit duke vrarë hebrejnë dhe arab. Ne jemi të vendosur të ndryshojmë fatin e rajonit, ta udhëheqim atë drejt paqes, duke minuar aftësinë e Iranit për të na kërcënuar ekzistencialisht dhe për të kërcënuar rajonin në tërësi, të hënën një samiti G7-s. Ndaj unë i bëj thirrje udhëheqjes së botës së lirë. Nëse vërtet doni të uni tensionet, atëherë punoni me ne për të hequr atij teknologjinë bërthamore.
10 shtëpi janë shkatruar plotësisht në qytetin izraelit Batjam nga një raketë lëshuar nga Irani. Gjatë 2 orëve të fundit, 13 shtetas izraelit të moshave të ndryshme janë vrarë, ndërtoi edhe fëmijë. Këshilli i Sigurisë Kombëtare Izraelite i ka paralajmëruar qytetarët që të mos përdorin territorin e Jordanisë apo gadishullin Sinai të Egjiptit, pasi udhëtimi drejt këtyre destinacioneve është i ndaluar. Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se nëse sulmohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kundërpërgjigja do të jetë në nivele të papara, megjithatë ai theksoi se mund të arrihet një marrëveshje me Izraelin. Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se nëse sulmon Shtetet e Bashkuara, do të përballet me fuqinë e ushtrisë amerikane. Kreu i Shtëpisë së Bardhë theksoi se mund të arrihet lehtësisht marrëveshja për të dhënë fund konfliktit mes Izraelit dhe Iranit. Nëse sulmohemi në çfarëdo mënyre nga Irani, fuqia e plotë e forcave të armatosura të SBA-s do të bjerë mbi ju në nivelet të papara si asnjëherë. Megjithatë, ne mund të arrijmë lehtësisht një marrëveshje mes Iranit dhe Izraelit dhe të japim fund këtij konflikti të përgjakshëm. Trump mohoi aludimet në rrjetet sociale se Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit. Ai zhvilloi edhe një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin. Biseda zgjati 50 minuta, ishte e sinqertë dhe shumë e dobishme, tha ndihmësi i presidentit rus Yuri Ushakov, duke shtuar se kjo bisedë u përqendrua në rreziqet e krijuara nga zhvillimet e fundit në linjën e mesme. Sipas Ushakov, Putin e informoi Trump mbi bisedat e tij të fundit telefonike me udhëheqësit e Iranit dhe Izraelit. Ai denoncoi atë që e konsideron operacion ushtarak izraelit kundër Iranit dhe shprehu shqetësimin për përshkallëzimin e mundshëm të konfliktit. Ky konflikt sipas Putin do të kishte pasoja të paparashikueshme për të gjithë rajonin e lindjes së mesme. Presidenti rus theksoi rëndësinë e parandalimit të përshkallëzimit të konfliktit dhe gatishmërinë e palës ruse për të ndërmjetësuar mes palëve. Nga ana e tij, presidenti amerikan Donald Trump e sheh situatën në lindjen e mesme si shumë alarmante, ndërkohë që të dy presidentët nuk e përjashtojnë kthimin në rrugën e negociatave për të diskutuar programin bërthamor të Iranit. Sipas Kremlinit, Trump vuri në duke se ekipi i negociatorëve amerikanë është gati të rifillojë punën për të ulur në një tryezë me përfaqësuesit iranian. Shtetet e Bashkuara kanë demonstruar forcën. Në Washington u zhvillua parada ushtarake me rastin e 250 vjetorit të krimit të ushtrisë rrallë në historinë e vendit, ndërsa grupet anti-Trump zhvilluan protesta në shumë shtete. Me rastin e 250 vjetorit të ushtrisë amerikane në Washington, u zhvillua parada ushtarake. Njëra njerëz ndoqën nga afër në Constitution Avenue, para kalimin e të gjitha forcave ushtarake në paradën aq shumë të mirëpritur nga presidenti Trump, i cili ndodhej në tribunë së bashku me bashkëshorten e tij. Trupat marshuan me uniformat historike për krah automjeteve ushtarake, duke ndjekur revolucionin e ushtrisë amerikane, nga lufta revolucionare deri në ditët e sotme. Ushtria amerikane solli gati 7.000 trupa në Washington së bashku me 150 automjete, duke përfshirë më shumë se 25 tanke, M1 Abrams, 28 automjete të blinduara, 4 automjete artillerie vetlëvizëse, Paladin dhe pajisje të ndryshme artillerie. Kjo paradë përkui me 79 vjetorin e lindjes së presidentit Trump. Mediat thonë se ai ka dëshiruar prej kohësh të mbajë një paradë ushtarake, por ngjarje të tilla kanë qenë të rralla në historinë e Shteteve të Bashkuara. Festimet e 250 vjetorit të ushtrisë u shoqëruan me protesta në shumë shtete amerikane. Grupet anti-Trump planifikuan gati 2000 demonstrata, të cilat u zhvilluan në moton pa mbretër. Sipas protestuesve, asnjë individ nuk është mbi ligjin. Në Washington pati tensione mes protestuesve dhe mbështetësve të Trump, që ndoqën nga afër paradën ushtarake. Ky demonstrim i forcave ushtarake amerikane vjen në një kohë që lindja e mesme është përfshirë nga tensione të shumta, siç është konflikti Izrael-Iran. Ka shkuar në 279 numri viktimave nga rrëzimi i avionit Air India, ndërkohë familjarët presin me ankth përgjigjet e analizave të viktimave. Familjet e pikëlluara të viktimave të avionit të rrëzuar të Air India po presin përgjigje.
Qeveria indiane ka ngritur një komision të posaçëm për të përcaktuar shkakun e këtij aksidenti ajror. Numri të vdekurve ka shkuar në shifrën e 279 personave. Zemërimi po rritet ndërsa familjet e viktimave presin detaje konkrete mbi procesin e identifikimit të ADN-s për të dashurit e tyre që humbën jetën. Fëmijët tanë kanë vdekur. Pakujdesia e kujt është kjo? Kush është përgjegjës? Kompania Air India nuk i kushton vëmendje ankesave të shumta kundër aeroplanëve të saj. Pse u zgjodh ky aeroplan për një fluturim në Londër? A nuk ka vlerë jeta njerëzore? Komiteti i ngritur nga qeveria indiane do t'jap vlerësimin e tij rreth kësaj tragjedie ajrore brenda 3 muajve. Ndërkohë byroja e hetimit të aksidenteve ajrore po ndihmohet nga ekipe të ardhura nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe shtete të tjera. Të dhënat nga regjistruesi i fluturimit i rikuperuar po përpunohen dhe analizohen, ashtu si edhe videot e rrëzimit të aeroplanit. Fluturimi i Air India kishte në bord 169 shtetës indian, 53 shtetas britanik, 7 shtetas portugez dhe 1 kanadez. Në bord ishin po ashtu edhe 12 anëtarë të ekuipazhit. Të hënën më 16 qershor në Tiranë do të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit nga policia pasi do të zhvillohet ministeriali i procesit të bashkëpunimit në Evropën juglindore. Me ardhjen e delegacioneve, devijim të qarkullimit do të ketë nga aeroporti i Rinasit me itinerar për në kryeqytet deri tek rruga Dervish Hima. Po ashtu ndalim të përkohshëm të qarkullimit të parkimeve të automjeteve si dhe të lëvizjes së këmbësorëve do të ketë në rrugën Ludovik Shllaku dhe rrugën e Dibrës. Një nga projektet më të rëndësishme energjetike në Ballkanin Perëndimor, zgjerimi i linjës mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut finalizohet në fund të këtij viti. Ky investim do të ketë vlerë prej 67.5 milionë euro dhe pritet të përmirësojë sigurinë energjetike dhe të ofrojë mundësi për zhvillim ekonomik në rajon. Një nga projektet më të rëndësishme energjetike në Ballkanin Perëndimor është zgjerimi i linjës së transmetimit 400 kV mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, një projekt që po finalizohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe qeverisë gjermane përmes Bankës Gjermane për Zhvillim KfW. Me një vlerë totale prej 67.5 milionë euro, ky projekt përfshin ndërtimin e 2 segmenteve, Elbasan Fier dhe Elbasan Qafthan, me një gjatësi prej 130 kilometrash. Linja e transmetimit 400 kV, e cila lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, pritet të jetë gati në fund të këtij viti. Lajmi është bërë ditur nga operatori i sistemit të transmetimit, për të cilin ky investim pritet të sjellë më tepër siguri në linjat e transmetimit, por edhe të shkëmbejë energjinë mes vendeve të rajonit. Jemi në faza duke u trajtuar, duke u bërë edhe studimi fizibilitetit për linjën Shqipëri-Greqi dhe ne arrim si shtet shqiptar të lidhemi me linjë 400 kV me të gjithë fqinjet tanë. Ky investim, i cili sjell përfitime të shumta për rajonin, pritet të kontribuojë në mënyrë të veçantë edhe në zhvillimin e infrastrukturës moderne energjetike. Transformatorët e fuqisë janë prodhuar, janë rrugë dhe temi nga shtatori duhet jenë të montuar. Dhe nga ana humbjeve do të ulen. Sistemi energjetik i Shqipërisë që varet nga burimet hidrike kërkon një rrjet të përforcuar veçanërisht për integrimin e burimeve të rinovueshme energjetike si dielli dhe era. Kalaja e Beratit është kthyer në një destinacion për turistët e huaj gjatë gjithë vitit. Ajo është simbol i gjallë i trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit. Qyteti unik i përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Berati vijon të mbetet një nga destinacionet më të vizituara turistike në Shqipëri, ku çdo vit tërheq mijëra vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Mbi kodrën e qytetit antik të 1/1 dritareve ngrihet Kalaja e Beratit, një fortesë madhështore që ende sot është e banuar dhe simbol i gjallë i trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit. Kalaja e Beratit, një prej kalave më epike shqiptare, e njohur ndryshe edhe si fortesa e arbërve, gjurmet e historisë lexohen nëpër muret e kalas, kishave dhe kullave që qëndrojnë si dëshmitare të heshtura të një epoke të shkuar.
Kjo pasuri e testamentit kulturor shqiptar është një nga atraksionet më të rëndësishme të turizmit, kur ruajtja dhe konservimi çdo grimse kulture që këto mure rrethojnë, tërheq mira vizitor të shumt përgjatë gjithë vitit. Brenda kalas së Beratit, me një sipërfaqe prej 10 hektarësh, ndodhen 24 kulla, 10 kisha dhe 2 xhami, të cilat dëshmojnë për rëndësinë fetare dhe kulturore të saj ndër shekuj. Temperaturat e larta kanë sjellë një fluks të madh vizitorësh në Vlorë, sipas turistëve të huaj janë përmirësuar ndjeshëm shërbimet dhe infrastruktura, duke bërë këtë qytet si destinacion gjithnjë e më tërheqës. Italianët e krahansojnë me Bregdetin e tyre në Puglia. Temperaturat e larta kanë tërhequr me qindra vizitorë gjatë fundjavës në Vlorë. Mes pushuesve të shumt nuk kanë munguar edhe turistët e huaj. Sono 3 anni che abito qua, sono pensionato. Kam 3 vite që jetoj këtu, jam pensionist. Këtu dje më mirë se në Itali, është më qetë, jetesa është më e lirë. Kam parë se ka shumë bashkombas të mi që jetojnë në Vlorë. Sono venuta a novembre. Kam ardhur në nëntor të vitit që shkoi, sigurisht Vlora më pëlqen, deti është i mirë si në Puglia. Il mare è bello come in Puglia. Kemi vetëm 2 orë këtu, kemi qenë në Ksamil dhe na pëlqeu shumë. Jam pushimet e mia të para këtu dhe më pëlqen. Nga ana tjetër, në këtë periudhë të vitit nuk mungojnë emigrantët që i kthehen vendlindjes për pushime. Sipas tyre, brenda një dekade, Vlora është përmirësuar ndjeshëm në sektorin e turizmit. Me le kemi ardhur nga Gjermania, një javë tani kemi. Emigrant jemi. Pasoj se që 15 vjeç të iku komplet. Wow, shumë vite. Këtu jetojmë, këtu kemi bërë banesat. Si ju duket, ka ndryshuar Vlora këto vite? Shumë, shqyr zotit, me punimet. Shumë mirë ndjemi. Ne vim çdo vit, edhe pse jetojmë jashtë shtetit, këtu investojmë. Kemi 20 vite që jetojmë në Amerikë, po vim çdo vit në Shqipëri. Po vi njerë 6 muaj, rrim me gjithë këtu e iki. Që nga Përmeti? Nga Përmeti këtu. Si të duket Vlora? Mirë, shumë mirë. Shtimi i fluksit sezonal vihet re edhe në hyret nga porti i Vlorës, ku mesatarisht nga kjo pikë hyrëse përpunohen rreth 250 pasagjerë çdo ditë. Lirohen hapësirat publike në plazhin e Velipojës, autoritetet kanë vendosur gjoba dhe kanë sekuestruar çadra e shezlong pasi ishin vendosur në mënyrë të paligjshme. Bashkia e Shkodrës ka vijuar ndërhyrjet për lirimin e hapësirave publike të zëna në mënyrë të paligjshme përgjatë vijës bregdetare të Velipojës. Strukturat e policisë bashkiake kanë kryer kontrolle në terren për të ndaluar çdo tentativë të zaptimit të hapësirës publike të dedikuar për pushuesit. Në kuadër të këtij operacioni janë vendosur masa administrative dhe janë sekuestruar çadra dhe shezllon të vendosura në kundërshtim me rregullat. Drejtori i policisë bashkiake Sajmir Rustemi theksoi se kjo fushat do të vazhdojë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit turistik. Kemi konstatuar që disa subjekte nuk e kanë marrë seriozisht reagimin ton gjatë këtyre ditëve. Ne kemi konstatuar një subjekt i cili ka zaptuar pjesën publike të plazhit. Reagimi është ky. Janë sekuestruar një numër i madh çadrash dhe shezlonësh. Dua ta theksoj se qëllimi jon nuk është ndëshkimi. Ndër të tjera, kreu i policisë bashkiake falenderoi të gjitha strukturat për bashkëpunimin dhe qytetarët që kanë mbështetur këtë aksion, duke kontribuar në mbarvajtjen e sezonit turistik. Qëndrojmë në Velipoj, një mjet ka kryer manovra të rrezikshme në plazh duke rrezikuar sigurinë e pushuesve. Ky është mjeti që do ta shihni në këto momente në pamje që lëviz buz detit. Pas njoftimit, forcat e policisë bashkiake dhe ato të rendit kanë ndaluar automjetin dhe i kanë vendosur gjobë drejtuesit. Në njoftimin përshtyp, Bashkia e Shkodrës thekson se nuk do të tolerohet asnjë rast që cënon sigurinë dhe qetësinë e pushuesve. Ajo thotë se strukturat janë të angazhuara për të garantuar rend dhe siguri gjatë gjithë sezonit turistik. Kronika në vijim të ta njoh me një të moshuar e cila prej 20 vitesh bën punime leshi në Bregdetin e Durrësit. Ndjekim historinë e 75 vjeçares.
Mes qadrave e rërës dhe zhurmës së pushuesve, ndeshim një pamje me një zonjë të pazakont që bie në sy në plazhin e Durrësit. Në mes të vijës bregdetare, një e moshuar thur me dorë materiale prej leshi, një skenë që më lehtë do ta imagjinoje në një fshat malor, sesa në vapën përvoluese të verës. Prej më shumë se 20 vitesh, 75 vjeçaria Lule Marku e ushtron këtë mjeshtëri të trashëguar në plazh, duke kthyer materialin e leshit në çanta, kapele dhe veshje të tjera të ndryshme. Unë bëj kanatiera se jelek, pupa, sharap, breza, kapusha, doreza, çanta, shalla. 75 vjeçaria punon jo vetëm për pasion, por edhe nga nevoja financiare. Zgjedhja është se herë në radhë parë jam vesh 80.000 lekë kom pension. Edhe bëj për më ushqye për asë gjatë tjetër se bëj. Edhe ka kërkesa për shitje. Kjo vesh është sa me fitu bukën, se kom nëj biznes të madhë, po sa me fitu bukën që mos t'i bezdisi kalamajt. Kurreshtja e turistëve dhe pushuesve vendas që ndalen për të parë nga afër këtë mjeshtëri thuajse të harruar, shpesh i shoqëron me një kujtim të punuar me dashuri. Brava qoftë, më thonë të lunshin atë dur, dikush thot ti je pa, me thonë që gjithë këtë kohë që përna, se ka vite që thash 20 vite janë që punojnë këtë vend, edhe kanë kënaqësi kur më shohin. Lula thot se punimet artizanale nuk janë vetëm të bukura, por sjellin edhe dobi shëndetësore për ata që i veshin. Kanatierja lesht, thill djersën, edhe kur nuk lën më uftoft. Kurse edhe për reumatizëm e stabilizon reumatizmin. 75 vjeçaria nuk shet thjesht produkte të punuara me dorë, por në çdo fije leshi që kalon nëpër duart e saj, Lula përcjell një histori, një kulturë dhe një mesazh durimi. Një emigrant ka përshkruar me këmbë rrugën nga Cambridge në Tropoj, se Ponari është pritur me duar trokitje nga qytetarët pasi eci për rreth 2750 kilometra për 40 ditë. Nga Cambridge i Mbretërisë së Bashkuar në Tropoj, 2750 kilometra në 40 ditë, duke vrapuar. Kjo është sfida e çmendur e ndërmarrë nga Sep Ponari, shqiptari nga Tropoja që prej vitesh është emigrant në Angli. Në një ceremoni mikpritje të organizuar në pikën doganore të Hanit të Hotit, Sepi shpërtheu në lot, ku shkeli tokën shqiptare. Ai tregon se vrapimin e nisi rastësisht, ndërsa tashmë është kthyer në një pasion, i cili u finalizua në këtë udhtim të çmendur, ku përshkoi 9 shtete për të mbërritur në vendlindjen e tij. Vrapova të një punë që unë kisha një 60 km larg. Vrapova. Unë mundova me vrapu se pas 50 km u dërzova. 9 orë gjys se bona dot. Aty më filloi të marr kapi i natë. Por edhe vrapin pëlqej sepse diçka që më bën me ndajt me veten shumë, me reflektu. Edhe nga aty domethënë më bësi pasion. Kjo sfidë është një betejë e fituar edhe me vetveten, sfidë me shëndetin fizik, por edhe me atë mendor. Aventurë sfiduese, por mbi gjitha shërbyese. Në një moment domethënë në futa në errësirë dhe ishim në Kroaci, ishin këto rrugë të vogla, rrugë kombësore, rrugë dhish që them unë. Edhe ishte një farë gërmine, një shkom, një 15 metra. Edhe aty kam pa prerë fare veten rrezik shumë. Por fatmirësisht atë ola edhe makina, trafiku ka qenë problem shumë sidomos në Kroaci prap. Kroacia ka qenë shteti më sfidues. Sfida do të përmbyllet me destinacion banesën e fundit ku prehet i ati, teksa përkujton 10 vjetorin e vdekjes së tij. Me që babi bën 10 vjetorin këtë vit që ka ndru jetë, tash do t'ja dedikoj vrapin babit edhe do shkoj nga shtëpia ime te shtëpia e babait. Edhe unë besoj që për çdo gjë që ne vejmë qëllim jetës, në qoftë se arsyeja nuk është e fortë mjaftueshëm, ëndra gjithmonë ngelen ëndra. Maratonën e tij Ponari thotë se do ta vijojë në jug të Shqipërisë, ku më pas do të shijojë edhe rivjerën e bukur shqiptare. Mbi 12.000 rënjë kanabis janë zbuluar nga policia e Shkodrës gjatë aksioneve në njësitë administrative Pult dhe Temal. Pjesa më e madhe e tyre u gjet në Temal të Vaut të Dejës, ku proceduan penalisht për shpërdorim detyre krye plaku dhe 2 vrojtues pyesh, ndërsa në njësim Pult u procedua inxhinieri i pyjeve për mos kallëzim krimi dhe shpërdorim detyre.
Mediat italiane kanë publikuar detaje nga vrasja e 45 vjeçares shqiptare nga ish bashkëshorti i saj në Tolento. Para hetuesve, Nikolanq Hudra nuk ka shprehur pendes për krimin e kryer. Doja ta bëja, kam shpëtuar fëmijët e mi. Kështu deklaroi pas arrestimit Nikolanq Hudra, autori vrasjes me thikë të ish gruas së tij 45 vjeçare, Kentiana Hudra në Tolento të Italisë. Krimi i rënd u krye nga 55 vjeçari në mes të qytetit ku dëshmitar ishin 10 kalimtar të rastit. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, autori Nikolanq Hudra fillimisht e ka goditur me thikë ish gruan e tij e më pas e ka shkelmuar teksa ajo binte për tokë e plagosur rënd dhe në fund është ulur në një stol aty pranë, duke parë ndërsa ajo jepte shpirt. 45 vjeçare shqiptare ishte duke shkuar në punë në momentin që u sulmua nga ish bashkëshorti i saj me të cilin kishte edhe 2 fëmijë të rritur. Mediat italiane shkruajnë se tashmë hetimet e policisë janë përqendruar tek historiku i marrëdhënies mes viktimës dhe autorit, pasi nuk përjashtohet mundësia që 45 vjeçare të jetë dhunuar apo kërcënuar më parë nga autori, ndonse nga verifikimet nuk ka patur denoncime prej saj. Ka dështuar për herë të 32 këtë diel konstituimi i Kuvendit të Republikës Kosovës për shkak të mos arritjes së numrit të votave. Nuk u ngrit komisioni për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit. Palët politike vijojnë të akuzojnë njëra tjetrën për krizën institucionale. Po bëhen gati 2 muaj që kur ka nisur seanca konstituive e për 32 vazhdime nuk ka arritur të përmbyllet me sukses konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Madje vazhdimet 48 orëshe duket të jenë bërë monotone edhe për vetë deputetët. Këtë dëshmon prania vetëm 75 deputetëve nga 120 sa janë gjithsej në vazhdimin e 32 të seancës. Pas dështimit, deputetët vazhduan me akuza dhe kundër akuza, duke i vëngjishtin njëra tjetrës për dështim. Është absurde që për 24 herë shkelet kushtetuta edhe nuk arrin me votu një komision të thjesht për shkak se është e parësyeshme me orë deputet në Kuvendin e Republikës edhe mos me ushtru funksionin e tyre që është vota, qoftë pro, qoftë kundër, qoftë abstenim. Ata po e mbajnë të bllokuar konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo është një pengmarrje klasike. Kryeministri në detyrë partia vetë vendose përveç që nuk ka interes në zhbllokimin e kësaj situate, ata tashmë nuk kanë interes as me pjesëmarrje në seancën e Kuvendit. Seanca vazhdon të martën.